Shfaqja e fundit, cila ishte Rinocerontët në regji të Vasil Vasiljev, kjo ishte planifikuar për vitin 2026, sepse duhet të vinë Dritor Kasapi, regjisori nga Suedia, por në moment fundit nuk mundi që të vi për shkaqe teknike, tani ti atje mundësive, sepse atje ku punon nuk i kanë mundësuar bordi që të vi të punoje për këtë vit, por që kemi shtyrë për vitin tjetër, dhe vendosëm këtë Rinocerontët të punojmë këtë vit. Regjisori bulgar Vasil Vasiljev është njëri nga drejtorët e teatrit kombëtar në Bullgari dhe nga regjisorët më të mirë bulgar, dhe mendoj se ka bërë një shfaqje shumë të mirë me ekipin ton, ka punuar jashtëzakonisht mirë, dhe kritikat prej parëmbrëm të shtunën janë mjaft pozitive edhe për këtë shfaqje, sepse ka arritur të bëjë një shfaqje të bukur në anën vizuale, por edhe në anën teknike, aktoreske, ka bërë një shfaqje jashtëzakonisht të mirë.